të ngritis. Kolege me telefon. Që është mikrofonin duke? Ashtë një sekund. Bashkë nga qeveria e Kuvendi i Republikës me kolegë, ministra në detyrë, deputet që dhanë betimin në legislaturën e 9 dhe para zgjitha mbi gjitha me familjen Konushevsi dhe Male, jemi këtu tek varret e herojve tonë, të Ilir Konushevsit Mërgimit dhe të Dr. Hazir Malës, të cilët para 27 vjetëve ranë heroikisht duke sjellur armatim për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Ilir Konushevsi Mërgimi ishte pasardhës i denj i Zair Pajazitit dhe ishte shpirti i ushtrisë çlirimtare të Kosovës, me qenë se ishte në krye të logjistikës edhe furnizimit në një kohë të vështirë, kur ushtria çlirimtare e Kosovës po përballej me një ushtri e cila ishte shumë fish më e pajisur me armatim e municion, mirë po me vullnetin e qelikt të luftëtarëve të paepur si puna e Ilir Konushevsit Mërgimit, edhe ajo që ishte pa imagjinueshme bëhej mundur. Ushtria çlirimtare e Kosovës jo vetëm që merrte pjesë në betejë, por ajo ngallënjente aty. Ilir Konushevsi Mërgimi e ka nisur vrimtarinë e tij shumë më herët, saktësisht me 13 maj të vitit 1992, atëherë kur u formua organizata e fshehtë politike Shqiponjat, dhe prej asaj dite nuk u ndal asnjëherë në organizimin dhe shtimin e radhëve për ushtrinë çlirimtare të Kosovës. Kur kujtojmë dëshmorët e kombit, herojt tonë të cilët kanë punuar aq shumë në vitet e 90-a në mënyrë që të mund të luftojmë siç duhet në vitet 98-99, padyshim që duhet ta kujtojmë edhe faktin se kishim luftëtar çlirimtar edhe para luftës çlirimtare. Edhe Ilir Konushevsi Mërgimi ishte i tillë. Pa njerëz si Iliri nuk do të mund ta kishim luftën çlirimtare, pa të cilën nuk mund ta kishim as lirinë e shtetin që i gëzojmë sot. Andaj homazhet tona që i bëjmë tek varret e dëshmorëve të martirëve gjatë kësaj pranvere, e në veçanti sot tek Ilir Konushevsi Mërgimi dhe Dr. Hazir Mala, shprehin mirënjohjen tonë të thellë, falënderimin e pafund për punën, kontributin, rolin dhe sakrificën e tyre, por në të njëjtën kohë shprehin edhe për kushtimin tonë qytetar, kombëtar, shoqëror e institucional që të vazhdojmë rrugën e tyre, e cila sot e ka kuptimin e një republike të pavarur, demokratike, me zhvillim e përparim që nuk lë as këprapa, e sidomos me furnizim të ushtrisë tonë, me forcim të forcës së sigurisë Kosovës, ashtu që të kemi ushtri e cila i del zot atë dheut, i del zot edhe Republikës edhe popullit të Kosovës. Ushtria e Kosovës sot është më e pajisur, më e madhe se kurdoherë më parë, prandaj edhe me gëzim themi që krenaria jonë për Ilir Konushevsin e Hazir Malën është në të njëjtën kohë dhe realitet i ri, sepse Kosova anëmban posaçërisht rrotull kufirit me Serbinë, ka më shumë forca se asnjëherë më parë, dhe në këtë mënyrë brezi i rinisë dhe i fëmijëve sot dhe ata që do të vinë pas nesh do të mund të punojnë, studiojnë edhe flenë të qetë në mënyrë që asnjëherë të mos përsëritet çkado që mund t'i përgjaj agresionit të Serbisë në të kaluarën. Lavdi Ilir Konushevsit Mërgimit, Dr. Hazir Malës dhe gjithë dëshmorëve e martirëve të kombit shqiptar. A do ta pranoni ftesën e zonjës Osmani?
Gjyqni ftesës. Ka po thirrje për zbordhjen e fatit, ti lirë kun sheftit. A ka po diçka qeveria?